Rreth 5 milion lekë të reja do të përfitojnë zjarfikësit e Durrësit pas angazhimit të tyre në operacionet për shuarit e zjarreve përgjatë këtij viti. Këshilli Bashkiak miratoi sot me vota unanime fondin alokuar nga buxheti i shtetit në zbatim të VKM-s numër 483, datë 2/9/2025 për dhënie shpërblimi personelit angazhuar në operacionet për shuarin e zjarreve gjatë vitit 2025. Në mbledhje, këshilltari demokrat Ardian Muka rekomandoi që në buxhetin e vitit të ardhshëm një zë i veçantë të jetë dedikuar për të mbuluar të gjitha kërkesat e shërbimit zjarfikës, në mënyrë që atyre t'u ofrohen kushtet optimale për të ushtruar detyrën, që shpesh shoqërohet me rreziqe të shumta. Ne mos mjaftohemi thjesht në dhënien e këtyre kontributeve që për mendimin tim janë minimale për këto njerëz që në fund ditës kur bjen zarri neve shpallim heronj, por atyre duhet t'i japim mundësinë dhe infrastrukturën e domosdoshme që ato të përballen ashtu siç duhet me këtë problem që mos e dhënë Zoti të përballemi. Por neve duhet marrim masat. Pra, do propozoja që në projekt buxhetin që do na sillni të shihet mundësia për çfarë këto njerëz kanë nevojë. Edhe dy pikat e tjera të rendit të ditës, që lidheshin me miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike dhe miratimin e programit të punës së Këshillit të Bashkisë Durrës për periudhën janar-dhjetor 2026, kaluan me vota unanime.